E dini, çdo pak sekonda, fjalë për fjalë, dikush, diku, ka një nevojë emergjente për gjak. Kjo nuk është thjesht një statistike ftohtë apo e largët, është një realitet i vazhdueshëm që po ndodh pikërisht në këtë moment. Nëpër spitalet tona është pa e tepruar fare një çështje për jetë a vdekje. Dhe para se të flasim për logjistikën apo anën shkencore, është vërtet thelbësore ta kuptojmë thellë këtë urgjencë. Çdo tik-tak i orës është një jetë njerëzore që varet plotësisht nga disponueshmëria e këtij lëngu jetësor. Pra, mirë se vini në këtë vështrim të thellë të fushatës qytetare për dhurimin e gjakut. Titulli i sotëm, Dhurimi i gjakut, një veprim i vogël që shpëton jetë, e përmbledh në mënyrë të përsosur thelbin e këtij materiali. Kjo analizë tregon qartë se si qytetarët e zakonshëm kanë një mundësi absolutisht të jashtëzakonshme për t'u shndruar në heronj të vërtet të komunitetit. Nuk na duhen superfuqi, kërkohet thjesht pak vullnet dhe humanizëm. Për ta mbajtur këtë material sa më të strukturuar, ja se çfarë do të shohim sot. Së pari, nevoja kryesore. Më pas, ndikimi heroik. Së treti, thyerja e miteve. Së katërti, përfitimet e vullnetarëve. Dhe në fund, udhëzuesi i dhurimit të parë. Le të fillojmë. Pika e parë, nevoja kryesore, një kërkesë e vazhdueshme. E shikoni, përfituesit nuk janë njerëz pa fytyrë, diku larg. Ata janë antarë të komunitetit tonë. Po flasim për njerëz që vinë me urgjencë pas aksidenteve, pacientë që i nënshtrohen operacioneve të vështira, apo pacient me kancer që kanë aq shumë nevojë për mbështetje. Dhe le të mos harrojmë nënat e reja gjatë komplikacioneve të lindjes, apo fëmijët e vegjël që kanë nevojë jetike për transfuzione. Jeta e secilit prej tyre varet tërësisht nga një furnizim i qëndrueshëm dhe i sigurt me gjak në spitalet tona. Është kaq e thjeshtë dhe kaq e rëndësishme. Pra, çfarë është saktësisht dhurimi e gjakut? E po, është një procedurë tepër e sigurt që merr vërtet vetëm pak minuta nga koha jon. Por, ndikimi i atyre pak minutave, ai zgjat për gjithë jetën për marsin. Dhe ja ku ndodh mrekulia biologjike, trupi i njeriut e zëvendëson natyrshëm dhe mjaft shpejt gjakun e dhuruar. Burimet tona theksojnë një fakt absolutisht kritik këtu. Aktualisht, ende nuk ekziston asnjë zëvendësues artificial për gjakun e njeriut. Sado që shkenca ka përparuar, gjaku nuk mund të prodhohet në një laborator. Kjo na bën ne, vullnetarët njerëzor, jo thjesht rëndësishëm, por fjalë për fjalë të pazëvendësueshëm. Kalojmë te pjesa e dytë. Ndikimi heroik, shpëtimi i jetëve lokale. Numri 3. Duket i vogël, apo jo? Por mbart një peshë marramense. Kjo statistikë është vërtet mbreslënse. Një qesje vetëm e gjakut të dhuruar ka potencialin absolut për të shpëtuar deri në 3 jetë të ndryshme. Si është e mundur kjo? E po, gjaku e plot shpesh ndahet në përbërësit e tij kryesor, si qelizat e kuqe, plazma dhe trombocitet, dhe secili prej tyre mund t'i shkojë një pacienti me nevoja specifike. Mendojeni pak, një akt i vetëm shkakton 3 mrekulli të ndryshme. Ndaj lind natyrshëm pyetja, pse duhet të dhurojmë? Sigurisht, shpëton jetë, kjo është primare, por për te kësaj, ne krijojmë një rrjet të gjerë siguria. Një sistem i fortë dhurimi e bën të gjithë vendin shumë të përgatitur për emergjenca apo fatkeqësi të papritura. Materialet tona e quajnë këtë patriotizëm në veprim, dhe me të vërtet ashtu është. Ti shërbesh vendit nuk kërkon fjalime të mëdha, kërkon veprime konkrete. Duke dhuruar, ne ndihmojmë drejt për drejt komunitetin ton lokal dhe japim një shembull fantastik për rrethin ton shoqëror, duke krijuar një zinxhir të vërtet mirësie. Kjo na çon te pjesa e tretë e kësaj analize, demistifikimi i procesit, thyerja e miteve. Le të flasim hapur. Miti i parë dhe më i përhapur është frika nga dhimbja. Njerëzit shpesh mendojnë se procedura dhemb shumë, por realiteti është thjesht një pikim i vogël në fillim, asgjë më shumë. Diskomforti është vërtet minimal dhe kalon në fraksione të sekondës. Frika jone e egzageruar është tuajse gjithmonë shumë më e madhe se vetë realiteti procedurës. Një tjetër keq kuptim i madh, a është e rrezikshme? Miti thot po, por realiteti është krejt tjetër. Procedura është jashtëzakonisht e sigurt, çdo mjet që përdoret është i sterilizuar, krejtësisht i ri dhe përdoret e hidhet menjëherë vetëm për një person. I gjithë procesi kryhet nga profesionistë të fushës në kushte maksimale higjiene, pra nuk ka absolutisht asgjë për t'u friksuar, siguria është e garantuar plotësisht. Dhe po ashtu kemi shqetësimin e pasojave. Miti thot se dhurimi shkakton humbje afatgjatë të energjisë apo dobësi.
Shkenca e hedh poshtë këto menjëherë. Trupi i njeriut është një makinë e jashtëzakonshme dhe shumë elastike. Shumica dërmuese e njerëzve rikthehen në nivelet e tyre normale të energjisë, pothuajse menjëherë. Me pak pushim dhe një hidratim të mirë, trupi përshtatet dhe e kompenson volumin e dhënë me një shpejtësi befasuese. Pika numër 4. Përfitimet e vullnetarëve. Çfarë fiton dhuruesi? Tani, a ka përfitime personale? Patjetër që po, dhe janë të shumta. Së pari, të jep një ndjenjë të papërshkrueshme qëllimi kur e di me siguri se ke ndihmuar në shpëtimin e një jete. Plus, para çdo dhurimi të bëhet një mini kontroll shëndetësor, krejtësisht falas të matet tensioni, pulsi, niveli i hemoglobinës. Dhe leki jemi të sinqert, ky akt ushqen edhe një ndjenjë të përligjur krenarie personale. Të dish që je i dobishëm për shoqërinë, vërtet është një nga ndjesitë më të mira përmbushse. Dhe ja ku arritëm te pika e 5, udhëzuesi për dhurimin e parë, si të bëhesh një hero. Pra, si mund ta bëjmë ne këtë? Janë 4 hapa themelor, super të thjeshtë. Hapi i parë, gjeni qendrën më të afërt të dhurimit të gjakut në qytetin tuaj. Një kërkim i shpejtë në internet e zgjidh këtë punë menjëherë. Hapi i dytë, paraqituni dhe regjistrohuni si dhurues vullnetar. Procesi është i qartë dhe stafi atje do t'ju udhëzojë me shumë mirësjellje. Hapi i tretë, dhe ky ka një fuqi vërtet transformuese, ftoni miqt t'ju bashkohen. Dhe në fund, hapi 4, ktheni këtë në një zakon periodik, duke u bërë kështu një burim jete afatgjatë dhe i besueshëm për sistemin ton shëndetësor. Dua të ndalem pak te kjo idea e fundit, të kthejmë një veprim të vetëm në një zakon të rregullt komunitar. Kjo është me të vërtet kryesorja. Kur ne ftojmë miqt, kolegët apo anëtarët e familjes për të shkuar së bashku në qendrën e dhurimit, efekti i atij veprimi shumëfishohet eksponencialisht. Kthehet nga një procedurë mjekësore individuale në një aktivitet të bukur social. Kjo jo vetëm që rrit ndjeshëm sasinë e gjakut aq të nevojshëm, por forcon vërtet lidhjet mes nesh dhe normalizon kulturën, ku ndihma për tjetrin është thjesht pjesë e mënyrës se si ne jetojmë. Dhe kjo na sjell në një pyetje vërtet të rëndësishme e reflektuese. Duke parë gjithë këto fakte, duke ditur që gjaku nuk prodhohet dot artificialisht dhe që procesi është aq i sigurt dhe i padhimshëm, shtrohet pyetja: a do të ngrihet ndonjëri prej nesh këtë javë për të qenë heroi i dikujt tjetër? Është një lloj sfide e heshtur qytetare, një ftesë e hapur për t'u informuar që sot për qendrën më të afërt, për të bërë atë hap të parë dhe për të ofruar atë ndihmë që për dikë të jashtë do të thotë një shans i dytë për të jetuar. Për ta përmbyllur këtë material, burimet tona kanë një thënie të mrekullueshme. Heroi nuk mban gjithmonë uniform. Ndonjëherë heroi thjesht zgjat krahun. Wow, çfarë mendimi i bukur për ta mbajtur gjithmonë parasysh. Fuqia për të shpëtuar një jetë ose edhe 3 jetë nuk është diçka jashtë kontrollit ton. Ndodhet pikërisht aty, në vullnetin e secilit prej nesh për të vepruar në shërbim të komunitetit. Shpresojmë vërtet që këto faktet ju kenë shërbyer si frymëzim për të bërë një ndryshim të prekshëm, ndoshta pikërisht sot. Faleminderit që na ndoqët.